Everybody loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I try to make it all stop. Say I'm okay but I'm not. No, I can't help it. I'm so jealous. Buongiorno dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Nela dhe kjo është video i meri. Nuk është vlog i jamin kjo se nuk niset në makinë, kështu që ja ku jemi. Si ja kalut, ajo mori madhe për mua. Javën e kalume nuk postova video se jam marrë shumë me punën edhe nuk kam pas mundësi me regjistrua. E regjistrova në fakt një klip të vogël, por ishte shumë e shkurtër, nuk ja delte për me mush kohën e videos. Si fillim, mos harroni të bëni një subscribe dhe mbani një like kësaj video. Siç e patën klipet përpara, dje ishim se në fakt klipet janë ndjeshme. Duhen me pak nareze, ba me i gjiro, bleva diçka të Sephora edhe të Primark. Sa shkoj të shtëpia sonde kam me ju tregua tana teshat si kam ble disa gjana për veten dhe do gjana për majen. Po ju la këto, shihemi ma vonë. Ja ku jam. Shpresoj shihet mirë, pritni, ta baj një provë. T'jek mikrofonin edhe të ve dritën. A shifet ma mirë. Shkjo drita këtu të syzet, por syzet i hjekum edhe që pra ku jam këtu. Deshta me ju tregu blemjet. Që bleva të Sephora i herë, bleva këtë face mist, ashtë Bayomes, ashtë si Sprite, si që shikni. Faktikisht të ndeshta me ble ashtë Milky Toner, e ka pa në Instagram se dhe me ka është djup i rod, dhe atësi nuk ishte aty të dyqani, nuk ishte, edhe kështu që porosit online, ta po mbjen tajte në të premten, sa të mbin kam ja u tregu dhatë, por sat presat mora këtë, se këtë e funit e kam në kuren shumë të thatë, edhe nuk e ti se pse, me thanë drejtë nuk jam të përdor asnjë gjë, po thasht hajt ta përdor diçka për me hidratu pak lëkuren, edhe për këtë fakt mora edhe këtë, serumin hidratus, prap se prap i Bayomes, edhe kjo ka përshtypje shumë të mira, ta provojmë dhe shohim se si ashtë. Nëse keni pa videon e kalume, nuk disha se qarë fëndëtinet me marra Giorgio Armanis apo BB Cream Herborian. Si përfunim mora me provu këtë të Herborian. Mora ngjyrën nude. Dhe inshallah më përshtatet për lëkurën teme. Dhe mora këtë Laneige. Ashtë e re, me thënë drejten. Kam përprovu të paren lip balmin, nuk më ka pëlqye. Mora këtë ta provoj. Shpresoj se kjo tjetë e mirë, shpresoj që shihet. Ka këtë si form donut dhe ashtë me shkelqim. Dhe marrume me blemjet e Sephores. Kalojmë te Primarku. Si fillim kam ble këtë këmishën. Këtë e bleva për vetin. Kështu ashtë thjesht, e këmishë thjesht. Dhe menoj se për mua marru blemjet. Vetëm për majen. Kam ble këtë gjaketën shumë cute. Shikni sa e bukur ashtë me këto detajet e luleshtrydheve. Shikni sa e bukur. Atëherë i bleva këtë kompletin me tuta, kështu me lule. Janë tutat edhe bluza e vet për me i kombinua bashk. Atëherë gete e kam marrë kështu me zemra. Si përfunim nuk kam ble shumë gjana. Këtë kostumin, këtë ngjyrë shumë të bukur. Me thënë drejten kisha me dashtallon një kompletën një këtë ngjyre, se është shumë e bukur, shumë e lezetshme, pavarësisht se nuk veshëm fort sportive, po. Edhe marrun blemjet, se kam ble palçarap, edhe i qader, thjesht për me marrë me vete, për me marrë të makinë, shtu thjesht zez, edhe këto ishin blemjet e Primarkut.
nga dita tjetër merr dhe në pakët. Ka ardhë pakëja e sifërës, si ju thash. Ka ardhë më përpara, se ka pas me ardhë tajten. Ka ardhë sot, si ashtë e marte. Si që kam thënë, kam porosit atë Milky Toner nga Bajoma. Ashtë hidratus, dhe me ka është djup i rod. Ashtë kështu, si... Do të provoj, edhe do ju tregoj se si ashtë. Të provoj pak të... Duhet të provoj para make-upit, se thonë të talen lëkurën e butë. Kam porosit edhe këtë, Brazilian Kiss, nga Sol de Janeiro. Ashtë hera dytë faktikisht se porosit, se ka marrua para. Unë kam provua shumë lip balme, po kjo është e si më ka pëlqy më shumë. Edhe është hera dytë si porosis, ajo tjetra e më ka marrua. Kjo është super. Për buzët edhe të len super hidratuse. Unë kam provu primen shumë, kam provua edhe tepër. Kjo është pakoja, si unë po prisja. Kam porosit një vaj për flok. Kjo pakoja vjen nga një vajzë, është një qif faktikisht. Vajzë është italiane dhe djali është shqiptar. Nga Lajra. Shikni sa cute është roz, ka këtë pjesën këtu. Edhe është një vaj për flok, është vaj rushit. Dhe shikni si është, kështu. Ka këto kartat e veta, shihni sa e bukur, për një rushe e Amel City. Edhe kë vaj, shihni sa e bukur, nuk du me hap tash se do të bëj një story. Dhe produkti është kë, është i bëme me vaj e rushit, si ju thash. Do ju tregoj se a javlen ajo, por ma mërmenja se ka me javlejt. Ja, ku është? Sa e bukur është. Ka këtë ngjyrën si roz. Dhe shihni këto. Kam me provua edhe kam ju tregua, por jam shumë e sigur se ka për t'ja vlejt çdo cent. I urej shumë suksese vajzë edhe dashurit saj. Atëherë, deshta me ba review-n e fëndëtins. Review, do me thonë, sot kam për të majtë tanë dite dhe kam ju të regua si kam mundje. I tash, sa është e freskë, si me thonë, e më pëlqen shumë, ka një finish si mat, as glowy, është një fix në pikën e duhur, si me thonë. Tash e pritni se janë syzet. Ka me këto shaja syzeve, po kjo s'ka gja. Ka një finish as mat, as glowy, e më pëlqen shumë. Ka me majtan ditën edhe ka me ju të regu se a ka me javlejta jo, po. Ma mërmenja se po, se qysh i tash ma kalan ftyrën shumë bukur, nuk e di, më pëlqen shumë. Kjo ajo e vogla, ajo si kam marron, se janë ashtë edhe ajo si kam marron edhe është një prap më e madhe. Ajo si kam marron ishte 22 euro, kurse ajo më e madhe ishte 44. Thash ta provoj herë këtë 22-shin, kësi është më pak, se në kjo se është i mirë, javlen, bela marrë edhe tjetrën. Më falni për qërpik, po qëtunën kam më shku me i ba, se i tash më kanë ragatit tana. Ka majt një kohë shumë e mirë i të ditë, është të dalë dili shëqër. Pardia ka në dilë shumë i bukur, kam dalë edhe pa gjaket.
Dja ka një fitë se vranë, kurse sot prap doli dielli. Inshallah po nis pranvera se na myti shiu dhe sidomos kanë me dal video të ma bukur me diell. Sa më rëvë punën, është ora 5:30. Unë e kam qysh fëndëtinën, kam u qysh të natë e në 6:30, edhe tash është 5:30 mas ditës. Edhe vajza nuk ka lëviz venit, e kam si sot të natës si e kam bu. Nuk ka lëviz venit, e kam perfekt, tash si u thash, leni pak të qërpik një fitë se keq, por bella kam i fitë se lkurën me vaj, por ka nejt fix super tanë ditën. Nuk e një tran e në lkurë, e kam lkurën shumë, si me ka në palyme, ashtë super e mirë, ja u këshilloj shumë, më pëlqeu tepër, në ekstreme më ka pëlqye. Shit një videon si bana së të natë dhe shit një tash, edhe është super, s'ka lëviz venit hiq. Më pëlqen shumë dhe ja u këshilloj shumë, super e mirë. Kam thonë shumë herë super, e kam thonë shumë herë e mirë, po është super e mirë. Okej, pra, unë po e malli këtu këtë video. E falemderën kësë keni ardhur deri në këtë pikë. Ju kërkoj një like, një subscribe. E shihemi në videon e rallës.